Gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar shpalli fajtor 6 ish zyrtar të Bashkisë së Divjakës për veprën penale të shkeljes së barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publik kryer në bashkëpunim. Në vendimin e publikuar nga GKK, bëhet me dije se të dënuarit janë Dorian Spaho, Sara Xhepa, Roklejt Malko, Fatos Veliu, Elberta Nishica dhe Vojsava Leçini. Çështja lidhet me 3 procedura të nderimit të zhvilluara nga Bashkia Divjak me një vlerë totale për rreth 1 milion eurosh. Sipas prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, hetimet zbuluan parregullsi në procedurat e prokurimit publik, të cilat dyshoi se cënonin konkurrencën dhe favorizonin operatorë të caktuar ekonomik. Hetimi nisi si vijim i një fraksioni të shkëputur nga një dosje tjetër penale. Procesi u zhvillua me gjykim të shkurtuar. Për secilin prej të pandeurve, gjykata caktoi fillimisht dënimin me 1 vit burg, i cili ul në 8 muaj burgim për shkak të gjykimit të shkurtuar. Për Dorian Spahon, Sara Xhepën dhe Roklejt Malkon, GKK vendosi pezullimin e ekzekutimit të dënimit me burg dhe zvendësimin e tij me 120 orë punë në interes publik, të cilat duhet të kryhen brenda 6 muajve në mbikëqyrjen e shërbimit të provës, ndërsa për Fatos Veliun, Elberta Nishicën dhe Vojsava Leçinin, gjykata vendosi pezullimin e ekzekutimit të dënimit me burg dhe vënë në provë për 16 muaj, si dhe heqjen e së drejtës për të ushtruar funksione publike për 5 vjet. Gjykata vendosi gjithashtu që shpenzimet procedurale të përballohen në mënyrë solidare nga të 6 të dënuarit. Vendimi nuk është i formës së prerë dhe mund të ankimohet në gjykatën e apelit të posaçëm brenda 15 ditëve.